të dashur qytetar dhe qytetar që ndiqni këtë seancë, e cila përbën një akt cinik, një akt të vërtet lufte ndaj atyre 10.000, 100.000 qytetarëve që kanë pushtuar rrugë dhe sheshet e Tiranës në mbrojtje të rendit kushtetues, në mbrojtje të ligjeve shqiptare dhe ndërkombëtare, në dhunim të dhunuara në mënyrë flagrante nga Edi Rama dhe klanet e tij me pushtet dhe në podrumet e karteleve të drogës. Janë 18 ditë të papara në historinë e Shqipërisë, kur ndonjëherë shqiptarët nuk janë derdhur në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit tyre në emër të asaj përgjegjësie, që është përgjegjësia e lartë, më e lartë, pas përgjegjësisë para Zotit, përgjegjësisë qytetare. Qytetarë dhe rinia shqiptare kanë mbushur sheshet dhe rrugët e Shqipërisë absolutisht, jo kur si një lëvizje fashiste, apo antisemite, apo antitrampiste, jo dhe jo. Ata kanë mbushur rrugë dhe sheshet kundër një diktaturë autoritare që shkelmon, që zvarrit, që shkelmon të drejtat e njeriut dhe zvarrit qytetarët paqësor, kundër një diktaturë autoritare që ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin e vetëm në Europë. A e kuptoni ju si jeni tani? Unë shoh ku i keni pozicionet në piramidën e narkoshtetit ju. Se janë trafikantët, janë biznismen, por në kryen e ju, në kryen e ju, a e kuptoni apo jo, se çfarë ndodh? Pse janë ata njerëz në shesh? Pse janë ata? Vetëm Gjika me Alin kanë vizur 50 ton kokainë, të paktën 7 miliardë euro. A i shifni ju ndërtimet? Dhe dëgjoni, do të them një gjë këtu. A Altin Toplini, ta dini këte, në dosjen e Sali Berishës, ka kryer aktin, njërin për akteve më të ulta që mund të kryej një jetues. Ka publikuar, ka bërë publik emrat e 3 fëmijëve me autizëm. Asnjë nën, asnjë baba nuk do donte kurrë të shihte emrin e fëmijës tij me autizëm në mediat e vendit. Dhe pse i publikoj, thoni ju? Sepse vajza dhe djali im sponsorizonin familjet e atyre që si njëtin fare, po i paguonin